dëshirueshëm në grada. Përshëndetje, po ndihni Virtual World, unë jam Mjeta Kasemi. Fushat elektorale në kohën e zhvillimit digital. Në rrjetet sociale çdo gjë është bërë fantastike. Çfarë postohet nuk fshihet kurrë. E ne së bashku do të shohim në fakt disa nga postimet e fundit që na kanë ardhur nga elementet politikë që garojnë në zgjedhjet e 11 majit. Duke i parë në fakt një nga një, do të thoya se dashuria e vjetër nuk harrohet kurrë. Është edhe kreuja i koalicionit Euroatlantik Lul Basha, i cili zhvilloi një takim me shqiptarët në Athinë në kuadër edhe të zgjedhjeve të 11 majit dhe në fakt e ka pikërisht mendjen si një papagall përsëritës te kryesocialisti Edi Rama. E ndjekim videon. O qire Rame, ku ise palikari? Ku i ke shokët? O Rame, nga Athina Rame, pysin ku i ke shokët? Ti merresh me tramin, po tramin se deshe ti me Rame, se nuk vithë që do të me tramin. Ishte Franca mbrapa, edhe the presidentit Holland nuk e kom prioritet. Se kishe prioritet incineratorët me laljerin më Rame, me vjetë sa më shumë. Ku e ke laljerin më Rame? Qa ka në e tre sot nga Durrësi? E më Rame. 7 313 Rame. Kryesocialisti nuk ja përton dhe i thot të dua zemërime në greqisht dhe i kthen edhe disa përgjigje. Ndjekim videon. O lull, hamër lull, nga po më thretë sot, deksha, së të rrijet do të pa mua. Nga Athina Rame, pysin ku i ke shokët? Këtë vjetër këtë cen, edhe në fund botës me ik, po me i vrimi bia t'i fylli. Po bolë se ke kuptu alam duket që s'ke as fyll mo, bufit a dha e bufit a mori. Tani qatë të bëjun, të nëzora nga vrima. Po fylli tip nuk ta jap dot. Kështu që jepi drejtim, artist, jepi gaz, ndro shiritin, se erdhi me të maji, e ngele me Hysenin e me Plumin. Lull. Ti merresh me tramin, po tramin se deshe ti më Rame, se nuk vithë që do të me tramin. Po jo më vlla më kërkun tram këtu në Vlorë, i thash tramin vetëm Luli mund t'ja bëj. Unë me tramin ta të larkë qoftë më lull. Ajo është vepra jote. Ne me zije kishim pritat tram. Dhe sot s'ka qytetar në Tiranë që s'të bekon kur hypën në tram. Mu vetëm vjen keq që turistët nuk e din kush e ka bë. Një mrekulli, më thoshte një frances, i isha në tram edhe nuk desha me dal mo. Një mrekulli, lanet Parisi. Ishte Franca mbrapa, edhe the presidentit Holland nuk e kom prioritet. Ishte Franca mbrapa, po unë i thash presidentit. I e i madh për di qa më kujtu, kur më të regove si boshe, si kur flitshe me departamentin e shtetit, në sy të atyre ignorant dhe të këshqupi dhe i thoshe e mbylla, qeveri teknike para Ramën, ka marrë fund, vazhdojmë. E ca ty agapi mu s'agapo. Ja vere plot energji, ditë e re, kismet i ri, Lul Basha është zgjuar herët dhe nuk thjesht është zgjuar herët, për zgjuar mjaft garip. Menduam se i harroi këngët e Unikatilit kur ishte në Athinë, por i kthehet në fakt në xhirot e makinës së tij me këngët e Unikatilit në sfond, duke postuar një video të re, sërish të papagalli përsëritës ku pyet kryesocialistin Rama se ku i ka mbetur shokët me atë matematikën e tij Adha Lul Basha dhe me disa lëvizje mjaft le të cilësojmë ato gangstere. Ndjekim të video. O Rame, e ma menat filmin, je pak pushti fotaq. Si ju the atyre që takove sot në Vlorë, hajtë se e në partë duket pak e vështirë. Me i herë zbosh, do me thonë, po me 2 herë, po me 3 herë, më Rame, si që ja bone socialistëve, 3 herë, edhe i le me gisht në gojë. Ta shi do ma i rësh me demokratët. E më Rame. Ku i ke shokët Rame? 77, 313. Ora
Këto ishin edhe videot e fundit nga seritë e serialit apo sagës që vazhdon në rrjetet sociale të dashurisë së vjetër që nuk harrohet kur, ku ne prezantojmë në fakt me një personazh të ri që është Lul Basha me këto taktikën e tij dhe këto veprimet e tij mjaft si i garipe dhe me këngën e Unikatilit në sfond. Ndërkohë, duket se pikërisht le të themi kësaj rrjedhe të postimeve në rrjetet sociale dhe elementë të tjerë politik janë bashkuar, por demokratët në vitin 2025 ende vijojnë të premtojnë buk. Le të ndjekim të video të Klevis Balliut. Dhe korrupsioni, tavolinat e shqiptarëve janë gjithmonë më të varfra si rrjedhoje mbi taksimit, vjedhjes dhe korrupsionit të Edi Ramës dhe bashkëpunëtorëve të tij. Me programin e Partisë Demokratike, me uljen e taksave dhe rritjen e rrogave, tavolinat e shqiptarëve do të mbushen plot e përplot. E sigur, thot djali i Farid Balliut, që pas 11 majit buk do t'ju japim edhe këtë nuk e luan topi. Rikujtojmë se Klevis Balliu është kandidat për deputet në qarkun e Tiranës në Aleancën për Shqipërinë Madhështore dhe kështu planifikon me këtë program të bëjë Shqipërinë Madhështore. Një detaj tjetër në fakt që ka dalë në parë se ai është regjistruar pikërisht në listën me partinë e Frymës së Re Demokratike, ndërkohë që edhe Kryesocialisti Rama ka ironizuar dhe këtë video online, duke thënë se ky është program dhe nuk ke çfarë ti thua është i programi të jashtëzakonshëm. Një tjetër demokrat i cili garon në zgjedhjet e 11 maj me partinë e tij Djathtas 1912 në koalicionin Djathtas për zhvillimin është edhe Enkelejt Alibeaj, që e ka ndjerë presionin e kolegëve të tij që po postojnë në rrjetet sociale për të bërë viral online dhe për të marrë le të themi edhe vëmendjen maksimale. Alibeaj duket se e pas ka ndjerë këtë mungesën e vëmendjes, por ka marrë përforcime, ka marrë dy vajzat e tij, të cilat mjaft kreative i kanë dhënë mundësi në fakt edhe babaj që le të themi të duket online. Ndjekim videon. Majtas është SPAK dhe Djathtas është Enkelejt Alibeaj. Le të flasim për të tjerë elementë politik nga Partia Demokratike. Jorita Tabaku vijon sfidën e saj, pavarësisht se u tradhtua dhe u përfshi në listën e hapur si kandidate për deputetin në zgjedhjet e 11 majit. Ai duket mjaft sportive, ka mbathur atletët e saj dhe po vijon në fakt të trokas derë më tërë duke takuar qytetarët dhe ka postuar këtë video online. Edhe ajo në vazhdon e trendit të politikanëve që postojnë në rrjetet sociale. E ndjekim. Agron Shehaj kishte një mundësi dhe humbi. Vizitoi Floridan, specifikisht në Mar-a-Lago, bëri një video selfie dhe deklaroi se loboi për Shqipërinë dhe reformën në drejtësi. Ndjekim. Zgjidhje problemeve të dashur miq, ju përshëndes nga Mar-a-Lago në këtë vend ku njerëz të pushtetshëm, politikanë, sipërmarrës mblidhen për t'i dhënë zgjidhje problemeve të botës. Unë jam këtu në këtë vend ku pjesa më e madhe e politikanëve shqiptar kërkojnë të vinë duke lobuar me paratë që ju kanë mbledhur qytetarëve shqiptar në fakt. Unë nuk jam këtu për interesin tim, po jam këtu për të lobuar për interesin e qytetarëve shqiptar dhe interesat e Shqipërisë. Amerika duhet të vazhdojë të mbështesi drejtësinë, duhet të vazhdojë të mbështesi luftën kundër korrupsionit dhe kundër krimit në Shqipëri. Por nuk mund të presim vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por duhet të bëjmë dhe pjesën tonë. Duhet që përfundimisht të heqim dorë nga partitë e vjetra dhe të shikojmë drejt të ardhmes. Ju përshëndes nga Mar-a-Lago. Takimi me presidenti Donald Trump, një foto, një video, jo vetëm një video selfie në këtë vizitë turistike të Agron Shehajt në Mar-a-Lago të Floridas, ku pikërisht ndodhet edhe residenca primare e presidentit amerikan që nuk shihet as sekondit. Ndërkohë, vijojmë me të tjera postime. Është deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi, që e ka nisur ditën me urim kundrejt ish partnerit të saj, Ilir Metës, në arrest në Burg. Ilir Meta ka ditëlindjen sot, mbush 56 vjeç dhe Kryemadhi ka shpërndar një foto dhe i ka dhënë mbështetje të
të ndarë nuk kanë më lidhje romantike mes tyre, por të bashkuar nga halli. Halli e përfshirjes së tyre në aleancën për Shqipërinë Madhështore dhe garës dhe kandidimit për deputet në zgjedhjet e 11 majit. Çfarë thot kryemalli në postimin e saj online? Ajo në fakt e uron Metën për ditëlindje, edhe pse janë në proces divorci, e gjeti ndryshe ditëlindja nga herët e tjera, por uron që dhuratën më të bukur këtë vit ta marrin me 11 maj. Ndërkohë, flasim për dhurata. Dy kryetarët e partive më të mëdha në Shqipëri për gjatë fundjavës kanë marrë dhurata dhe i kanë zbuluar ato në rrjetet sociale. Kryesocialisti Edi Rama në vizitën e tij në Vlorë mori dhurat një bufë të cilën e pagzoi si bufi i kënetës dhe shpërndau pikërisht edhe këtë foto në rrjetet sociale. Nga ana tjetër dhe kryedemokrati Sali Berisha mori një dhuratë. Ai mori një dorez boksi apo një grusht të fortë me iniciale të firmosur, një dorez boksi që ndoshta mund t'ja bëj për herë të dytë dhurat Flamur Nokës për gjitha skenat e tij në parlament, do i nevojitet ky grushti i fortë se i shkon përndesh edhe me dhunën. Dhe për ta përfunduar, një tjetër ironi që vjen nga Rama online është edhe portretizimi i Sali Berishës si bufi i kënetës, që në fakt është 2 fishuar e 3 fishuar në video të ndryshme. Dhe preferoj pa më një hyrje të veçantë nga unë të ndëgjoj pyetjet tuaja. Mirë, kjo ka qenë themi bloku i të gjitha postimeve që na vinë në kuadër e fushatës elektorale zgjedhjeve të 11 majit, postimeve të ndryshme të elementeve politikë që garojnë në fakt edhe në këto zgjedhje parlamentare, ndërkohë që së bashku do të shohim diskutimet më të forta në rrjetet sociale që vinë nga le t'i quajmë ato përplasje diplomatike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një vizitë e planifikuar e zonjës së dytë amerikane, Usha Vance, drejt Groenlandës, që ka zemëruar në fakt kryeministren e vendit, ka zemëruar të tjerë personat parlamenti që kanë reaguar publikisht. Në fakt, Usha Vance, e cila është bashortja e zëvendës presidentit J.D. Vance, viziton Groenlandën në kuadër edhe të programit, le të themi, të saj. Ka qenë kryeministri i Groenlandës, i cili ka dënuar vizitën e ardhshme të saj dhe zyrtarëve të tjerë të lartë amerikan, duke cilësuar një provokim, teksa tensionet rriten mbi ambicjet e vazhdueshme të presidentit Trump për të aneksuar apo për të marrë kontrollin e Groenlandës, e ishullit të Groenlandës. Usha Vance planifikohet të mbërrinë në Groenland të njëjtën me një delegacion amerikan. Shtëpia e Bardhë përshkroi vizitën si një angazhim kulturor, do të ketë edhe një vizitë apo le ta quajmë atë turne në vendet e trashëgimisë. Grupi pritet të kthehet në SBA më 29 mars. Gjithashtu këshilltari i sigurisë kombëtare Mike Waltz, sekretari i energjisë, do të vizitojë në rajonin dhe do të kenë edhe një ndalesë në një bazë ushtarake amerikane në Groenland, sipas një zyrtari amerikan. Duke folur për një gazetë lokale, kryeministri i vendit tha se vizita e Vance dhe e stafit apo administratës së Trump ishte shumë agresive dhe nuk shërbente për asnjë qëllim tjetër veçse të ushtronte presion mbi territorin. Duan të na tregojnë fuqinë, demonstrim fuqie dhe është sinjal që neve e kuptojmë shumë qartësisht, ka shprehur dhe kryeministri i vendit nëpërmjet intervistës së tij në mediat lokale. Rikujtojmë se edhe djali i madh i Donald Trump Jr. zhvilloi një vizitë vetëm disa muaj më parë në Groenland, pasi babai i tij kishte shpallur dëshirën për ta marrë territorin në kontroll dhe gjithashtu Donald Trump Jr. u akuzua se pagoi enda cak që të flasin, të marrin pjesë në podcastet e tij dhe të rrëfejnë se janë mjaft dakord dhe mjaft të gëzuar që Donald Trump apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës të aneksojnë territorin. Diçka që ka sjellë më pas edhe përplasje të forta diplomatike mes vendeve, edhe sondazhe të shumta që tregojnë në fakt se groenlandezët apo danezët nuk janë dakord me diçka të tillë. Teksa flasim në fakt për njerëz të ngushtë të presidentit amerikan Donald Trump, nuk kemi si mos flasim për njeriu më të pasur të botës, Elon Musk, i cili është njëkohësisht aleat i tij, është pjesë e departamentit të eficiencës që po bën edhe operacionin fillimisht e quajtëm gërshëra, apo tani do ta quajmë sharra, dhe Elon Musk ka mjaft edhe problematika përveç punëve qeveritare dhe personale të bizneseve të tij private, edhe në jetën personale me fëmijët e tij. Rikujtojmë se Elon Musk në fakt tashmë ka 14 fëmijë, ai ka shpallur politikat e tij për të rritur popullsinë, numrin e popullsisë dhe gjithashtu për të shtuar njerëzit me inteligjencë të lartë, dhe pastaj prandaj thotë se
në fakt është duke vazhdimisht duke sjellë një jetë fëmijë. Gjithashtu është akuzuar se ai ka bler le të themi embrione me kromozome specifike për të sjellë në jetë vetëm djem. Një akuzë tjetër vjen nga Vivian Jenna Wilson, që është vajza transinore e Elon Musk, me cilën ka mjaft përplasje kjo e fundit. Vivian ka reaguar në një intervistë së saj në Teen Vogue se babai i saj është patetik. Elon Musk ka reaguar në rrjetet sociale se djali i tij Javier ka vdekur dhe gjithashtu djali i tij ka vdekur si pasojë e virusit woke, e virusit të zgjuarve, ku sipas tij janë edhe teçimi i ideologjive liberale, të cilat synojnë edhe targetojnë njerëzit më vulnerabël, më të ndjeshëm, më të dobët. Grimes, si partnerja e Elon Musk, me të cilën në fakt ata kanë 3 fëmijë, një ndërtoi edhe Vivian e ka akuzuar Elon Musk se e ka lëm pas fëmijët e tij nga dashuria me Grimes dhe gjithashtu nuk pranon që të paguaj për shërimin e një prej fëmijëve e djalit të tij të dytë me Grimes, i cili sipas Grimes, artistës njohur, duke se rrezikon në fakt që të humbas edhe shikimi. Kjo është përplasja e fundit mes Vivian dhe Elon Musk, vajzës transinore të njeriut më të pasur të botës, e cila ka planifikuar që të largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe poston pikërisht në rrjetet sociale edhe video që janë bërë virale. Me këtë informacion kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Unë ju rikujtoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, ju ftoj gjithashtu na ndiqni në webfaqen abcnews.al edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim. I pak dëshirueshëm, non grada.